Tre shenjat që tregojnë se mëlçia jote nuk po funksionon siç duhet. A e dini se dëmtimi i mëlçisë mund të kalojë pa u vënë re për muaj, madje edhe për vite të tëra? Ky organ është si fabrika e trupit tonë. Filtron gjakun, pastron toksinat, prodhon proteina jetike dhe ndihmon në tretje. Por kur mëlçia nis të dobësohet, trupi dërgon sinjale të çuditshme që shpesh i injorojmë. Po sikur mëlçia juaj të jetë në rrezik dhe ju as të mos e kuptoni. Sot do të zbulojmë tre shenja që tregojnë se ky organ jetik nuk po punon siç duhet, dhe ndoshta do të habiteni me atë që do të dëgjoni. Përpara se të fillojmë, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton dhe të shtypni butonin e pëlqimit. Kështu do të jeni gjithmonë të parët që mësoni këshilla dhe informacione të vlefshme për shëndetin tuaj. Mbështetja juaj na ndihmon të sjellim edhe më shumë video interesante për ju. Një nga shenjat më të çuditshme që mund të tregojë probleme me mëlçinë është shfaqja e skuqjes ose njollave të kuqe në pëllëmbët e duarve. Këto njolla nuk lidhen me ndonjë dëmtim apo djegjie, por shfaqen papritur dhe shpesh mbeten për një kohë të gjatë. Ato mund të duken si pika të vogla të kuqe ose thjesht si një skuqje e përgjithshme që prek të dyja duart. Ky ndryshim në lëkurë ndodh sepse mëlçia nuk arrin të kryejë siç duhet funksionin e saj për të filtruar gjakun dhe për të ruajtur ekuilibrin hormonal. Kur mëlçia dëmtohet, hormonet ndryshojnë dhe kjo ndikon në zgjerimin e enëve të vogla të gjakut në lëkurë, duke shkaktuar skuqje. Nuk është një shenjë që shkakton dhimbje, por duhet marrë seriozisht sepse tregon se diçka nuk po shkon siç duhet. Shumë njerëz e injorojnë këtë shenjë duke menduar se është diçka kalimtare, ndoshta nga lothja apo nga ndonjë alergji e vogël. Por nëse skuqja zgjat me ditë apo javë dhe nuk zduket, është e rëndësishme të shkoni tek mjeku. Ai mund të kërkojë analiza të gjakut për të parë nëse mëlçia po funksionon si duhet. Edhe pse kjo shenjë mund të mos jetë gjithmonë e lidhur me probleme serioze, është më mirë të jeni të kujdesshëm. Mëlçia është një organ shumë i rëndësishëm për shëndetin tonë dhe nuk duhet të presim derisa problemet të bëhen më të mëdha. Një kontroll i thjesht mjekësor mund t'ju ndihmojë të kuptoni nëse kjo skuqje ka lidhje me mëlçinë apo me diçka tjetër. Nëse e keni vënë re këtë shenjë tek vetja ose tek ndonjë person i afërt, mos e lini pas dore. Vini re edhe simptomat të tjera që mund të shoqërojnë skuqjen, si lothja e tepërt, dhimbjet në bark ose ndryshimet në oreks. Sa më shpejt të zbuloni problemin, aq më e lehtë do të jetë të merrni trajtimin e duhur dhe të mbani mëlçinë të shëndetshme. Një tjetër tregues që mëlçia juaj mund të mos jetë duke funksionuar siç duhet është era e keqe e gojës, edhe pse kujdeseni për higjienën. Mund të ndodhë që t'i lani dhëmbët disa herë në ditë, të përdorni shpëllarës goje dhe të pastroni gjuhën, por gjithsesi të ndjeni një erë të pakëndshme që nuk largohet. Kjo është një shenjë që nuk duhet neglizhuar. Era e keqe e gojës, e kuajtur ndryshe edhe halitozë, ndodh sepse toksinat fillojnë të grumbullohen në trup. Kur mëlçia nuk i pastron këto toksina siç duhet, ato përhapen në gjak dhe më pas shlirohen përmes frymëmarrjes. Kjo krijon një aromë të fortë, të thartë ose metalike që shpesh nuk e ndjen personi vet, por e vën re të tjerët. Shumë njerëz mendojnë se era e keqe vjen vetëm nga ushqimet ose higjiena e dobët e gojës. Sigurisht që këto ndikojnë, por nëse problemi vazhdon pavarësisht kujdesit, atëherë duhet të mendoni se shkaku mund të jetë më i thellë. Një mëlçi e dëmtuar nuk arrin të përpunojë mbetjet dhe kjo ndikon në të gjithë trupin. Nëse era e keqe e gojës shoqërohet edhe me shenja të tjera si lothje e tepërt, humbje oreksi ose lëkurë të zbehtë, është mirë të bëni analiza. Një vizitë te mjeku mund të tregojë nëse mëlçia po punon siç duhet apo ka nevojë për trajtim. Mos harroni se ky organ nuk jep gjithmonë dhimbje, ndaj duhet të dëgjoni këto sinjale të vogla. Kujdesi për mëlçinë është shumë i rëndësishëm. Shmangni ushqimet shumë të ndryshme, alkoolin dhe merrni sa më shumë ujë gjatë ditës për të ndihmuar trupin të pastrohet. Nëse e keni vënë re këtë shenjë tek vetja, mos e lini pas dore. Sa më shpejt ta kontrolloni, aq më e lehtë është të shmangni probleme më të mëdha në të ardhmen. Shenja e tretë që tregon se mëlçia mund të mos jetë duke funksionuar siç duhet, është kruajtja e vazhdueshme e lëkurës, sidomos gjatë natës. Kjo kruarje nuk lidhet me ndonjë alergji apo pikim insekti dhe shpesh ndodh pa asnjë arsye të dukshme. Mund të ndjeni një bezdi të vazhdueshme që ju bën të kruani lëkurën, edhe pse nuk shihni skuqje apo plagë të dukshme.
Ky problem ndodh sepse dëmtimi i mëlçisë ndikon në qarkullimin e lëngut biliar. Kur mëlçia nuk punon siç duhet, lëngu biliar mund të grumbullohet dhe të krijojë depozitime në lëkurë. Këto depozitime irritojnë nervat e lëkurës dhe shkaktojnë kruajtje të pakontrollueshme. Shpesh, kruarja është më e fortë natën, duke e bërë të vështirë edhe gjumin. Shumë njerëz e injorojnë këtë shenjë duke menduar se është e përkohshme. Por nëse kjo vazhdon për javë të tëra dhe nuk gjeni asnjë shkak tjetër, duhet ta merrni seriozisht. Kjo kruarje nuk largohet as me kremra hidratuese apo medikamente të thjeshta për alergji, sepse shkaku është i brendshëm. Nëse lëkura juaj kruhet pa arsye, dhe sidomos nëse shoqërohet me shenja të tjera si lofje, skuqje të pëllëmve ose era e keqe e gojës, është koha të shkoni te mjeku. Një analizë gjaku mund të tregojë nëse mëlçia po funksionon normalisht apo ka probleme. Mos e lini pas dore këtë sinjal që trupi ju dërgon. Kujdesi ndaj mëlçisë është çelësi për të shmangur probleme serioze. Mbani një dietë të shëndetshme, kufizoni alkoolin dhe kujdesuni që të mos merrni shumë medikamente pa arsye. Nëse kruaja vazhdon, bëni kontrollin sa më shpejt. Sa më herë të zbulohet problemi, aq më të mëdha janë mundësitë për ta trajtuar me sukses. Tani që i pam të reja shenjat, duhet të pyes diçka. A ke vënë ndonjëherë që pëllëmbët e duarve të bëhen të kuqe pa asnjë arsye? A ndodh që të kesh erë të keqe në goje edhe pse kujdesesh për higjienën, apo ndoshta të kryhet lëkura natën dhe nuk e di pse? Nëse ndonjë nga këto të ka ndodhur, mos e anashkallo. Mëlçia nuk jep gjithmonë dhimbje, ndaj këto sinjale të vogla janë mënyra e trupit për të thënë kujdes. Sa herë ke menduar do më kaloj vetë dhe nuk e bër asgjë? A nuk është më mirë të shkosh te mjeku dhe të qetësohesh sesa të zbulosh më vonë që problemi është bërë më i madh? Mos harro që mëlçia është një nga organet më të rëndësishme në trupin tënd. Ajo pastron gjakun, heq toksinat dhe ndihmon gjithë organizmin të funksionojë si duhet. Nëse nuk e mbrojmë, pasojat janë serioze. Apo kujdesesh për sa duhet. Nëse e ke parë veten te këto shenja, bëj një kontroll. Analizat e gjakut janë të thjeshta dhe mund të zbulojnë çdo gjë në kohë. Nuk ja vlen të presësh që problemet të përqësohen. Çfarë mendon ti? Do shkosh të kontrollosh mëlçinë nëse shikon këto shenja. Dhe tani, duhet të kërkoj një gjë të vogël, por shumë të rëndësishme. Nëse ky informacion të ndihmoi, shtyp butonin like, bëhu pjesë e kanalit ton duke bërë subscribe dhe ndiz edhe butonin e zilezës. Vetëm kështu do të jesh i pari që merr këshillat tona të reja për shëndetin dhe do të ndihmosh që ky mesazh të arrijë tek më shumë njerëz që kanë nevojë për të.